تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ne bidhnillahi ta'ala do vazhdojmë këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith të Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, dhe jemi te libri ku thot autori Kitabul Hajj, libri I Haxhit, libri I Haxhit, siç e tha Sheikh Zedi rahimahullah, se jemi të flas domethën për një shtyllë prej shtyllave të Islamit. Dhe jemi te kapitulli I radhës, I cili është kapitulli I 4 në këtë libër, në librin e Haxhit, ku thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, babul ihrami wa ma yahrumu fi. Kapitulli I ihramit dhe çfarë ndalohet në të. Do thon kapitulli I ihramit dhe çfarë ndalohet kur është njeriu në gjendjen e ihramit. Këtu hadithin e parë, I cili është në renditje të këtij libri 674, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذي الحليفة متفق عليه. Transmeton Salim Ibn Abdillah Ibn Umar radiallahu anhuma nga babai I tij se ka dëgjuar babain e tij, domethënë Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, duke thënë: ky vendi Bejda e juaj, për të cilin ju gënjeni ndaj të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk e bënte ihramin, nuk e bënte domethënë telbijen, veç se nga xhamia e Dhul Hulejfas, veç se domethënë prej xhamisë së Dhul Hulejfas. Thot Sheikh Zedi rahimahullah se në këtë hadith e kuptojmë domethënë se mikati, ai kufiri për banorët e Medinës, është domethënë në Dhul Hulejfa. Dhul Hulejfa. Dhe prej aty domethënë ka hyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ihram, dhe sahabët ridwanullahi alejhim në haxhin lamtumirës. Do të thonë kur e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haxhin lamtumirës bashkë me shokët e tij ridwanullahi alejhim, prej Dhul Hulejfe domethënë e kanë bë ihramin. Këtu Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, dhe kjo domethënë vendi Bejda është një vend afër Dhul Hulejfës. Është domethënë shumë afër Dhul Hulejfës, po nuk është në Dhul Hulejfa. E këtu Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma bën një qortim të ashpër, se e përdor fjalën domethënë Bejdaukum hadhihi allati takdhibuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ju gënjeni për të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke e bërë domethënë na mikatin prej Bejda, por realiteti është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë nga Dhul Hulejfa. Që do thotë domethënë ka qenë një qortim I ashpër nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma. Dhe po ashtu kjo tregon domethënë se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin të përpikt në transmetimin e fjalëve dhe po ashtu veprave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do të thot as mos me I shtu diçka e as mos me ja paksu, por me qenë eksakt ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose vendi ose vepra
që ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa shtesë e pa domethënë me ja paksu. Pastaj hadithi i radhës thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah në Khallat ibn Sa'ib al-Ansari radiyallahu anhu an abihi radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. Në këtë hadith, i cili transmeton Khallat nga babai i tij As-Sa'ib al-Ansari radiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, më erdhi Gjibrili dhe më urdhëroi që ti urdhëroj shokët e mi dhe ata që janë me mua ta grinë zërin domethënë kur ta bëjnë telbien. Kur ta bëjnë domethënë telbien dhe shprehja, forma e telbies, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, domethënë lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Domethënë se Gjibrili alayhi salatu wassalam e ka urdhëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me i urdhëru sahabët e tij ridwanullahi alaihim që kur ta shprehin, kur ta thonë telbien domethënë me ngrit zërin. Sa i përket, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, gjykimi, si qëndron gjykimi domethënë për shprehjen dhe thënien e telbies me zë. Mendimi i parë është se është domethënë sunna, është sunnet, si për haxhin ashtu edhe për umrën. Dhe ky është mendimi më i saktë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah. Është mendimi më i saktë dhe këtë mendim e kanë shumica e dietarëve të selefit dhe po ashtu edhe prej dietarëve bashkohor, siç është edhe Sheikh Zejdi rahimahullah këtu, po ashtu edhe Sheikh Ibn Baz rahimahullah dhe Sheikh Uthemini rahimahullah. Ka mendim domethënë prej dietarëve që, siç e përmend këtu Sheikh Zejdi rahimahullah, se është domethënë wajib, se është domethënë obligim. Dhe disa kanë thënë bile është edhe shtyll prej shtyllave të haxhit ose të umrës, që domethënë nuk hyn njeriu në ihram pa me thënë telbien domethënë me z. Sa i përket domethënë ngritjes së zërit, është e pëlqyme që burrat domethënë ta ngrinë zërin duke thënë telbien, kurse për gratë është më mirë domethënë ta ulin zërin dhe ta thonë domethënë aq sa ta dëgjojnë ata vetët e tyre. Për vetëm se nëse nuk gjendet aty domethënë njerëz të huaj. Atëherë bën edhe gruaja domethënë me ngrit zërin e saj duke shpreh domethënë duke thënë telbien. E sa i përket çështjes domethënë së thonjes së telbies, a bëhet ajo a e bën secili për vete, burri për vete e bën, gruaja për vete, secili individ domethënë në mënyrë individuale, ose bëhet ajo në mënyrë domethënë kolektive. Thot Sheikh Fuzani hafidhahullah se mënyra kolektive është bidat. Edhe e shohim domethënë shumë prej njerëzve kur shkojnë edhe e bojnë bashkërisht në mënyrë kolektive, kjo është domethënë është bid'a, thot Sheikh Fuzani hafidhahullah, fa hadha bid'atun, është domethënë bidat, një gjë e tillë. Por secili e thot domethënë për vete. Secili e thot domethënë për veten e tij. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma yalbisu al-muhrim min ath-thiyab فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس متفق عليه. Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma transmeton se erdhi një njeri, një burr, edhe e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çfarë vesh muhrimi, çfarë vesh ai njeri i cili
do me hy domethënë në ihram. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha mos vishni këmish, as kokëmbules, as këpucë të mbyllura, përveç nëse dikush nuk gjen sandale, atëherë le t'i vesh ato domethënë këpucët të mbyllura, që janë prej lëkurës, por le t'i pres ato, me i pre domethënë ato, poshtë nyjes së këmbës. Dhe mos vishni asnjë robë që është prekur nga shafrani, apo do një bim domethënë tjetër që ka aromë për ngjyrosje. Këtu e shohim domethënë Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu ma thot se ky burr e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çfarë vesh domethënë ai i cili hyn në ihram. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoi çka nuk vesh, çka nuk bën domethënë me vesh ai i cili është në ihram. Ai pyeti çfarë vesh, kurse pejgamberi alaihi salatu wasallam ja dha përgjigjen çka nuk duhet me vesh. Sepse ato çka nuk duhet me i vesh janë më pak se ato që lejohet. Do thonë ata që nuk duhen ja numroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 1 2 3 4 5 kaç. Do thotë që të tjerat sende lejohen. Se sa tash me ja tregu kjo bon, kjo bon, kjo bon, kjo bon, kjo bon, do thonë zgjatet shumë më shumë. Por kur e kupton domethënë këtë përgjigje, atëherë din domethënë se çka është pas kësaj, lejohet domethënë veshja kur është njeriu në ihram. Edhe kjo është domethënë përgjigje e urtë, që ti e pyet diçka dietarin, ai ti jep përgjigje për diçka tjetër. Ose edhe më shumë, ti jep domethënë më shumë se sa ti që ke kërku. Dhe ky hadithi Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhuma, e ka sjell Imam Buhariu në Sahihun e tij, nën kapitullin Bab men ajaba as-sa'il bi akthar mimma sa'ala. Kapitulli që i përgjigjet pyetësit me më shumë se sa ai që ka pyetur, që ka kërku. Se këtu pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka dhënë edhe më shumë se sa asaj domethënë që e ka kërku, dhe është edhe përgjigje, i thuhet domethënë përgjigje e urtë. Edhe kjo mundet me ndodh që njeriu me rrëshqit ja bën pyetjen dietarit, edhe dietari ta jep përgjigjen. Ti mendon se dietari nuk të ka kuptu, edhe ti prapja përsërit. Atëherë dietari e kupton se ti s'kupton. Kurse ti mendon se ai s'ka kuptu. Kjo është barakallahu, prandaj duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes edhe me qenë i matur në situata të tilla. Se këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoi domethënë, s'bën me vesh domethënë këmish, e as domethënë kokëmbules, e as serawil domethënë pantallona, e as elberanis, dhe këto domethënë elberanis janë lloj domethënë kokëmbules që e mbajnë ose e veshin njerëzit e El Maghrib, domethënë Marokos, Tunezis, Libis, e ato vende domethënë, edhe ajo domethënë kokëmbules nuk lejohet domethënë gjatë ihramit. Edhe as nuk bën domethënë ato domethënë el khufein. Domethënë el khufein domethënë ato këpucët që janë prej lëkur të hollë, që e mbulon kyçin e këmbës ose edhe më lart. Ato domethënë nuk bën. Për vetëm se nëse nuk ka njeriu domethënë, nuk ka domethënë sandale, atëherë ka përjashtim, por duhet domethënë ato el khufein, ato këpucë domethënë prej lëkurës së hollë me i shkurtu domethënë, me i pre domethënë që të jenë nër nyjes së këmbës. Këtu është përmend se ato çështje domethënë që janë të çepura. Edhe kjo shkakton shumë domethënë te njerëzit huti dhe pasiguri. A është kjo, a bën kjo, a nuk bën kjo, të vishet e kështu me radhë. Sheikh bin Bazi rahimahullah thotë se çka është për qëllim rroba të çepura. Rroba të çepura, thotë Sheikh ibn Bazi rahimahullah, nën kuptohet
ato që janë të qepur sipas masës së të gjithë trupit, si këmisha, ose sipas pjesës së sipër të trupit si fanella, ose sipas pjesës së poshtme si pantolonat. Në këtë kategori përfshihen edhe ato që qepen sipas masës së dorës si dorezat, ose sipas këmbës si këpucët prej lëkur. Këto do më thonë janë ato sende që po ashtu janë të ndaluara, do më thonë kur janë sipas masës së trupit, ose i tërë trupi, ose një pjesa e sipërme ose pjesa e poshtme, ose sipas të dorës dhe të këmbës. Dhe ka ardhur përjashtim në rast do më thonë të nevojës, kur njeriu nuk ka do më thonë me vesh, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, se transmeton Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yajid izaran falyalbis sarawil. Ai që nuk gjen, nuk ka do më thonë izar, atëherë bon do më thonë me vesh edhe sirvale, me vesh do më thonë ato pantolona. Dhe po ashtu në këtë pjesë hyn edhe çështja e parfumimit, që s'bën do më thonë njeriu kur është qatë i ihramit, nuk bën do më thonë me përdor parfum. Po ashtu edhe çështja e nikapit. Çështja e nikapit dhe çështja e dorezave për gratë, që janë në gjendjen e ihramit. Por thot Sheikh Zejdi rahimahullah, si ka transmetuar nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha, se kanë qenë do më thonë në udhëtimin e haxhit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjendjen e ihramit, dhe kur kanë pasë afrohen do më thonë karavanët, udhëtarët do më thonë afër tyre, atëherë e kanë mbuluar fytyrën. Pastaj kur kanë pas janë largu dhe janë vetëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë kanë larguar domethënë mbulesën e fytyrës. Dhe kjo tregon, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, për rëndësinë domethënë e mbulesës sipas domethënë normave të Islamit. Pastaj po ashtu edhe prej çështjeve që janë të ndaluara gjatë ihramit është përdorimi i do një lloj vajt. Me përdor njeriu domethënë për mjekrën e tij ose për kokën e tij, domethënë që nuk bën një gjë e tillë. Po ashtu thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, gjatë ihramit, gjatë gjendjes së ihramit, nuk bën domethënë që njeriu me i pre thojt, qofshin ato të duarve ose të këmbëve. Po ashtu edhe ruajtja e flokëve, qofshin ato të kokës ose edhe të trupit. Po ashtu edhe njeriu gjatë ihramit nuk lejohet domethënë që me pas marrëdhënie intime, dhe po ashtu edhe t'i largohet mëkateve dhe diskutimeve. Po ashtu gjatë ihramit nuk lejohet domethënë të bëhet nikah. Nuk lejohet domethënë bërja e nikahut, domethënë lidhje martësore. Të martohet domethënë nuk bëhet gjatë gjendjes së nikahut. Po ashtu edhe nuk lejohet kërkimi, domethënë me kërku një gru kur është njeriu në gjendje të ihramit. Se thot Sheikh Ibn Bazi rahimahullah, se të gjitha këto domethënë çështja e kërkimit të gruas kur është njeriu në gjendjen e ihramit, ose lidhja e martesës, të gjitha janë këto shkaqe domethënë që mundet me çu njeriu me pas marrëdhënie intime, e kjo domethënë na sjell pastaj pasoja të rënda për haxhiun ose edhe për njeriu që bën umren. Pastaj hadithi i radhës është hadithi Aishës radiallahu anha, annaha qalat kuntu utayyibu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt, muttafaqun alayh. Tregon nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha, thot se une e parfumosesha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para se të hynte në ihram. Domethënë, edhe kjo, thot Sheikh Uthemini rahimullah, mundet dikush me thënë, po vetëm
Aisha radiallahu anha ja ka sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam parfumin, çaj vet parfumoset, por Sheikh Uthaymin rahimahullah thotë ajo që kuptohet prej kontekstit të hadithit është se ajo domethën e ka parfumos drejt për drejt domethën me dorën e saj. Dhe kjo tregon domethën na se në çfarë nivel të harmonisë bashkëjetesës ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Aishën radiallahu anha. Kjo tregon harmoninë në martesën e tyre. Sa që do më thonë Aisha radiallahu anha e ka parfumosur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para se me hy do më thonë në ihram. Wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt. Dhe po ashtu do më thonë pasi që bëhet do më thonë at-tahlil al-awwal, kur bëhet do më thonë tahlili i parë, do më thonë dalja e parë prej ihramit, që aty i lejohet njeriu çdo gjë për vetëm se marrëdhëniet intime me bashkëshortën e tij. Edhe këtu, para se me e kry pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tawaful ifada, po ashtu Aisha radiallahu anha e ka parfumosur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo tregon domethënë se lejohet domethënë që njeriu me u parfumos para se me hy domethënë në ihram. Edhe nëse mbetet ajo era e parfumit edhe pas hyrjes domethënë në ihram. Dhe kjo ka ndodh, transmetimi i këtij hadithit ka një shkak. Shkaku është që njëri prej tabinëve e ka dëgjuar Abdullah ibn Omerin radiallahu anhuma se ai nuk e ka pa të pëlqyer që njeriu domethënë të parfumoset para se me hynë në ihram. Atëherë ka ardhur te Aisha radiallahu anha dhe ja ka treguar fjalët e Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma, atëherë Aisha radiallahu anha i është përgjigjur me këtë hadith. Do thonë se unë ja kam bërë një gjë e tillë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do të kaq mbaroi diskutimi, mbaroi biseda se ajo që duhet njeriu me ndjek është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu hadithi i radhës është hadith i përafërt, ku thot Aisha radiallahu anha kuntu tayyibu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma yatufu ala nisaihi thumma yusbihu muhriman yandahu tiban. Domethënë thot Aisha radiallahu anha se unë e parfumosesha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me parfum, pastaj ai vizitonte gratë e tij, e pastaj domethënë hynte në ihram dhe pasi që hynte në ihram, ende ala i vinte aroma e parfumit. Ende ala domethënë i vinte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aroma e parfumit. Që do thot domethënë se një gjë e tillë është e lejuar, se një gjë e tillë domethënë është e lejume. Por, si që thot Sheikh Zejdi rahimahullah, kjo para se me hy njeriu në ihram, para se me hy domethënë në ihram. Pastaj hadithi i radhës e transmeton Safwan ibn Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhuma anna Ya'la kana yaqulu li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. Safwan tregon nga babai i tij, nga Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu, se Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu i ka thënë Umerit radiyallahu anhu, kisha dëshirë të madhe me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i vjen shpallja. Do të thonë duhet edhe ne pak me mendu domethënë këto situata, prandaj gjithë këto hadithe me jetu pak me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me ato ndodhit që kanë ndodhur atëherë. Do të thonë Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu ka pas dëshirë të madhe me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjendjen e tij se si e ka kur i vjen Xhibrili alaihi salatu wasallam me shpallje. Atëherë falamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Ja'ran wa ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thawbun qad udhilla bihi alayhi
wa ma'ahu nasun min ashabihi fihim Umar. Atëherë kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vendin El Ja'rana, që është një vend domethënë në rreth 20 kilometra para Mekës, u ndal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë vend me pushu, dhe sahabët ridwanullahi alejhim kishin vendos domethënë pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thonë mbi kokën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si lloj peshkiri, domethënë që mos me i shku dilli drejt për drejt domethënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë edhe aty ishte Omeri radiallahu anhu, idh ja'a rajulun alayhi jubbatun sufin mutadammikhun bi tibin. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جب بعدما تضمخ بطيب. Atëherë duke qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam aty në atë vend, erdhi një person, një njeri, dhe e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një njeri i cili e ka bo ihramin në një gjybe. Ka hyrë në ihram, domethënë duke veshur një gjybe dhe duke u parfumosur. Pasi që ka hyrë domethënë në ihram, është parfumos. Fanadhara ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'atan thumma sakat. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shikoi atë personin për një çast dhe pastaj heshti. Heshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu al-wahy. Atëherë i erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpallje. فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال. Atëherë Omeri radiallahu anhu ja bëni me shenjë Ja'las, i tha hajde tash. Tash është momenti yt. Momenti jot domethënë ta përjetojsh ti gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si është kur i vjen shpallja. Kur i vjen shpallja nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë erdhi faja'a Ja'la fa adkhala ra'sahu. Erdhi Ja'la radiallahu anhu dhe e futi kokën e tij domethënë brenda taj që ishte si lloj peshkir dhe si lloj perde domethënë që e mbulonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbrojtje nga dielli. Fa idha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhmarru al-waj' yaghuttu sa'an thumma surri anhu. Atëherë thot Ja'la radiallahu anhu, e pash fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte e skuqur dhe po merrte frym në mënyrë të rëndë. Për një kohë pastaj domethënë ju lehtësua. Për një kohë domethënë ju lehtësua pejgamberit alayhi salatu wasallam, faqal, atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Aina alladhi sa'alani 'anil umra anifan." Ku shkoj, ku është personi që më pyeti pak më parë rreth umres? Atëherë faltumisa ar-rajul faji'a bih. Atëherë e kërkuan atë personin, atë njeriun, dhe e sollën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atëherë tha pejgamberi alaihi salatu wasallam, amma at-tibu alladhi bika faghsilhu 3 marrat. Sa i përket parfymit që e parfumosur, pasi që ke hyrë në ihram domethënë, atë ta lajsh 3 herë. Ta lajsh domethënë në 3 herë. Wa amma al-jub'a fanzi'ha. E sa i përket domethënë gjybes hiqat. Domethënë zbon ti jesh domethënë në gjyba. Thumma asna' fi umratik ma tasna' fi hajjik. Atëherë vepro domethënë në gjatë umrës ashtu siç vepron domethënë në gjatë haxhit. Siç vepron domethënë në gjatë haxhit. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith domethënë i Safwan ibn Ja'la ibn Umayya radiallahu anhuma është domethënë që kur përdor njeriu parfym pasi që ka hyrë në ihram, atëherë çka duhet me vepru? Me u kthy prapte mikati? Se do shta njeriu hyn panik, ka pasiguri, çka bona, si e bona, çka duhet bëj? Jo. Zgjidhja është domethënë në si i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam atit personit që me la domethënë atë parfymin 3 herë. Edhe pastaj je domethënë në rregull. Vazhdon, domethënë thotë Sheikh Zejdi rahimullah, vazhdon duke qenë domethënë në gjendjen e ihramit, duke qenë në gjendjen e ihramit. Kjo të përmendet këtu në këtë kontekst, duhet pak më parë
sa I përket domethënë ihramit, ajo gjendja e ihramit, se prej ku bëhet telbia, është për banorët e Medinës Dhul Hulejfa. Por bën, si e kemi dëgjuar domethënë dietarët e Medinës, Sheikh Abadin, Sheikh Ali Nasrin dhe dietarë të tjerë, që bën njeriu domethënë të me I vesh ato izarin dhe ridan, domethënë prej në hotelin ku është, edhe me shku në Dhul Hulejfa, edhe në Dhul Hulejfa domethënë me bo niyetin dhe telbien me fillu. Kjo s'ka pengesë biidhnillahi taala. Por ajo që është më e mira, më e përsosura, që edhe izarin, edhe ridan, domethënë me I vesh domethënë në Dhul Hulejfa. Edhe me bo domethënë aty niyetin dhe me vazhdu domethënë për në Mekë. Pastaj hadithi I radhës an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه Muslim. Këtu transmeton Uthmani radiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë personi që është në ihram nuk martohet, as nuk marton të tjerë dhe nuk bën kërkesë për martesë. Të tri këto domethënë, as ai vetë nuk martohet, se dosha dikush ka shku në hax ose në umre, mendon situata e mirë, rasti I mirë, kujdestari është aty, ai ta bëjmë nikahun. Jo, s'bën domethënë gjatë ihramit, as me u martu, as me martu për shembull vajzën ose motrën e diçka e tillë. E as nuk bon me kërku domethënë, me bo kërkesë, me shku domethënë atit kujdestarit, edhe me ja kërku domethënë në vajzën e tij, motrën e tij e kështu me radhë. Kjo nuk bëhet dhe nuk lejohet domethënë në gjatë gjendjes së ihramit dhe është ose janë domethënë prej çështjeve domethënë të ndaluara, që janë të ndaluar. Pastaj hadithi I radhës është nga Ebu Qatada radiyallahu anhu, ku thot Abu Qatada radiyallahu anhu kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hatta idha kunna bilqaha faminna al-muhrim wa minna ghayru muhrim. Abu Qatada radiyallahu anhu tregon se dolëm me pejgamberin sallallahu alayhi wa sallam derisa erdhëm te vendi ku e kishte emrin al-Qaha. E disa prej neve ishin në gjendjen e ihramit, disa jo. Disa ishin në ihram, e disa ishin jo në ihram, në gjendjen e ihramit. Idh busirtu bi ashabi yatarauna shay'an. Kur pash domethënë vrejtat e shokët e mi, që ishim në udhtim, ata shikojshin diçka me vëmendje, e vëzhgojshin e përcjellshin diçka me vëmendje. Fanadhartu fa idha himarun wahsh. Kur pash ishte domethënë në një gomar të egër. Do thonë, ishte një gomar të I egër, domethënë. Dikush mundet me pyet, po si ka mundësi që asaj kohë ka pas gomar të egërt ose luana përmenden në gadishullin arabik? Sot nuk ka. Sot ti mundesh gjithë gadishullin arabik ta kalojsh, as luan nuk do gjesh, ndoshta në përvendet e kopshtet zoologjike po, ama kështu në shkretir nuk ka, e as gomar të egërt. Është zebra kjo? Si zebra, po. Pse nuk ka? Sepse shkaku I atit kanalit Suez. Se ato kafshat e Afrikës në kalojnë më tash në gadishullin arabik. Se kjo është kanali I hapur në mënyrë artificiale. Se s'ka qenë ai kanal. Kur e kanë hap domethënë tash, ato kafshët pengohen me dal domethënë në gadishullin arabik. Ebu Qatada radiyallahu anhu thot kur e pash atë gomarin të egërt, fasraqtu farasi, atëre pregadita me njerë kalin tem. Kjo dhe ishin një punë për ty. E pregadita kalin tem, wa akhadhtu rumhi, dhe e mora po ashtu edhe shtizën time. Thumma rakibtu, I hypa kalit. Fasaqata minni sauti, atëherë do më thonë mra mua kam gjiku. Mra në tokë. Atëherë, u ka thonë Ebu Qatada radiyallahu anhu, faqultu li ashabi, u tha shokëve të mi, wa kanu muhrimin, dhe ishin në gjendjen e ihramit. Na wiluni saut,
ma jepni domethënë kam gjikun. Ata i thanë, faqalu wallahi la nu'inuka alayhi bi shay. Pasha Allahun domethënë nuk do të ndihmojmë ne aty domethënë asgjë. Se nuk bën domethënë ai që është në ihram, në gjendjen e ihramit domethënë me boxhu e tij. Edhe nëse bëhet fjalë domethënë me ndihmu tjetrin. Saqë kur është fjala domethënë edhe çështjen e kamxhikut ose diçka që lidhet me xhuetin. Atëherë thot Ebu Qatada radiallahu anhu, fanazaltu fatanawaltuhu, atëherë zdrypa vet, e mora dhe hypa prap, thumma rakibtu. Fa adraktu al-himar min khalfihi wa huwa wara'a kamma. Dhe e kapa domethënë arrita atë gomarin të egërt, të një kodër ku s'kishte mo me ik ku me shku, edhe thot fata'antuhu bi rumhi fa'aqartuhu. Atëherë domethënë e godita me shtizën time dhe e vrava. Edhe shikoni këtë vendosmëri edhe këtë burni që sahabat ridwanullahi alejhim e kanë pas. Fa atejtu bihi ashabi. Atëherë e sollat domethënë gomarin tek shokët e mi, vetë domethënë. Vetë ka sol domethënë te shokët e tij. Domethënë nuk ka thënë ai ju s'ma vat mu kam gjikun, unë ta haj tash vetë, tash mishin. Se ju nuk më ndihmut. Kjo vetë më takon tash mu. Unë u lodha. Unë rrezikova. Ju më lat mu, unë shkova vetë. Jo, sahabët ridwanullahi alejhim nuk e kishin këtë mentalitet. Fa atejtu bihi ashabi, sepse ai erdha te shokët e mi me atë gomarin i vrar. Sepse ai dinte shkakun pse nuk ja dhan ata kamxhikun, sepse ishin wa kanu muhrimin, ishin domethënë në gjendjen e ihramit. Atëherë faqala ba'duhum kulu, disa than hani prej mishit të saj. Wa qala ba'duhum la ta'kulu, e disa të tjerë than mos hani. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amamana, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte para neve domethënë në të njëjtin drejtim domethënë po ishte para neve. Atëherë fa harraktu farasi fa adraktuhu, atëherë e nxita kalin tem dhe arrita pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fa qal, edhe ja tregoj situatën si ka qenë, çish ka qenë. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, huwa halalun fakulu. Ai është halal dhe mund ta përdorni dhe mund të hani. Ke një transmetim tjetër, ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hal minkum ahadun amarahu aw ashara ilayhi bi shay'in? Qalu la. Qala fakulu ma baqiya min lahmiha. Ka pyetur pejgamberi alaihi salatu wasallam, a pati dikush prej juve që i tha e urdhëroi ta bëjë një gjë e tillë, ose i dha një lloj shenjë, sinjal? Atëherë sahabët ridwanullahi alejhim domethënë e mohuan një gjë e tillë, thanë jo. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha domethënë mund domethënë ta hani mishin e saj. Pastaj hadithi i radhës an Sa'b ibn Jathama al-Laythi radiyallahu anhu annahu ahda li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan وهو بالأبواب فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه. Këtu njëri prej sahabëve ridwanullahi alejhim i adhuroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një gomar të egërt, domethënë që e kishte vrarë. Duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bil abwab, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kthei. Nuk ja pranoi domethënë mishin e atij gomarit të egërt. Atëherë kur e vreti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zhgënjimin në fytyrën e atij sahabijut, e pa domethënë se u prekaj nga asaj që pejgamberi alaihi salatu wasallam nuk ja refuzoi, se ja refuzoi. Atëherë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne nuk ta kemi kthy për vetëm se jemi domethënë në gjendjen e ihramit.
Do thonë shkaku pse ta kemi refuzuar mishin atit gomarit të egërt, është domethënë se jemi në gjendje të ihramit, se jemi domethënë në gjendje të ihramit. Tash kur ta shohim hadithin e Ebu Qatadës, edhe hadithi i radhës që ishte, pse në hadithin e Ebu Qatadës u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam huwa halalun fakulu, ai mishi i saj është halal, hani prej saj, kurse në hadithin tjetër ja refuzoi, nuk ja pranoi dhe i tregoi domethënë se shkaku i refuzimit është se janë në gjendje të ihramit. Shkaku është se te hadithi i dytë këtu ai e bëri këtë gjueti për shkak pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur bëhet kjo për shkakun ton, për shembull, ai shkon dhe bën gjueti në mënyrë specifike për një person të caktuar, edhe ja sjell atij atë gjuetin, këtu është rasti domethënë i tillë, atëherë domethënë nuk lejohet. E nëse ndodh që ai tjetri vet ka shku, domethënë pa me pas synim të caktuar për dikën, edhe pastaj e sjell domethënë në mënyrë të përgjithshme për të gjithë, atëherë domethënë lejohet domethënë të përdoret mishi i saj. Pastaj hadithi radhës an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والأقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. Transmeton Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë 5 lloje të kafshëve janë të gjitha të dëmshme dhe lejohet të vriten edhe në vendi i shenjtë. Do thonë vendi ku është haram. Si është domethënë korbi, skifteri, akrepi, miu dhe qeni i tërbuar. Këto domethënë lejohet edhe nëse është njeriu domethënë në brenda të kufive të haremit. Edhe këto hadithi ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimahullah në temat e haxhit, në kapitujt e haxhit, se ndodh që njeriu të përballet me situata të tilla. Kur shkon domethënë në Medinë ose kur shkon në Mekë dhe është brenda kufive të haremit dhe i shfaqet një akrep për shembull. Edhe tash ai e din se nuk bën me i vra kafshët. Por nuk ka njohuri se ka përjashtim që bën me i vra disa, e ne nuk din si me vepru atëherë, është domethënë, prandaj ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimullah këto hadithe në këto tema që me ditë muslimani domethënë kur e bën haxhin ose umren, me qenë domethënë i parapregadit se disa prej kafshëve lejohet domethënë të vriten edhe nëse është domethënë brenda kufive të haremit. Dhe këtu hyn, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, hyn edhe leopardi, tigri, luani dhe ujku. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, këtu te çështja e korbi ka një përjashtim që është korbi i vogël që ha kokra. Ky domethënë nuk bën njeriu me e vra. Nuk bën domethënë njeriu që këtë lloj kafshë me e dëmtu. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, Abi Huraira radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه. Këtë hadith që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kam dëgjuar pejgamberin alaihi salatu wasallam duke thënë, kush e kryen haxhin dhe nuk ka bërë marrëdhënie intime gjatë gjendjes së ihramit dhe nuk ka bërë mëkate, ai kthehet si ditën kur e ka lindur nëna e tij. Ai kthehet domethënë në shtëpinë e tij, shpërblimi është domethënë se ai kthehet si ditën kur e ka lindur nëna e tij. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith është përgëzim të madh domethënë për njeriu i cili e bën haxhin. Por
njeriu i cili e bën haxhin në mënyrë të plot, në mënyrë domethënë të plot, duke i përmbushur domethënë shtyllat, obligimet e kështu me radhë, dhe duke u larguar domethënë prej çështjeve që e prishin ose e dëmtojnë domethënë në gjendjen e ihramit. Dhe thoshte Sheikh Zeidi rahimahullah se ar-rafathu është domethënë për qëllim këtu është çështja domethënë në marrëdhënie intime domethënë me bashkëshortën. Dhe ato sendet domethënë që mundet me e çu njeriu në një veprim të tillë. Edhe te çështja e mëkateve që gjatë haxhit dhe umrës po ashtu, kur është njeriu domethënë në atë gjendje dhe në ato vende, atëherë domethënë në mëkati është edhe më i rëndë. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa huwa muhrimun. Abdul ibn Abbas radiyallahu anhuma transmeton se pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam e ka bërë hijamen duke qenë në gjendjen e ihramit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka bërë hijamen duke qenë domethënë në gjendjen e ihramit. Qoftë ajo domethënë hijamja në kokë ose në ndonjë pjesë tjetër të trupit. Dhe se kjo domethënë nuk e dëmton as nuk e prish domethënë në ihramin. Por nëse ndodh që për shkak bërjes së hijamës duhet domethënë një pjesë të flokëve të atij vendit pastrohen aty, atëherë domethënë duhet fidja. Duhet domethënë me bë domethënë fidja, siç e do e shohim domethënë tash në vazhdim se si është dhe si qëndron domethënë puna e fidjes. Do thonë kjo është jashtë, mos e kuptojnë dikush që hijamja patjetër domethënë me bë fidja. Jo. Nëse e bën ai tjetri hijamën pa me largu domethënë ndonjë qyme, ndonjë flokë e diçka e tillë, atëherë domethënë është çdo gjë në rregull. E nëse ndodh për shkak pastrimit vendit, atëherë domethënë duhet me bë shpagim. Dhe hadithi radhës është an Abdillah ibn Hunayn an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma wal Miswar ibn Makhram radiyallahu anhu ikhtalafa bil abwa. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور ابن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. Abdullah ibn Hunayni radiyallahu anhu tregon dhe transmeton kur kanë qenë sahabët disa prej tyre te vendi El Abwa, Abdullah ibn Abbasi dhe El Miswar kanë pas domethënë mosmarrveshje. Sa i përket domethënë larjes së kokës kur është njeriu në ihram. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ka thënë se yaghsilu al-muhrimu ra'sahu. Bën që ai njeri i cili është në ihram me lajt kokën e tij. El Miswar ka thënë jo, nuk bën njeriu i cili është në ihram me lajt kokën e tij. Atëherë ka ndodhur domethënë mosmarrveshje. E dalja prej mosmarrveshjes është domethënë kthimi te njerëzit e dijes. Ka ata që janë më të ditshëm. Thot Abdullah ibn Hunayn fa arsalani ibn Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari. Atëherë Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu më dërgoi mua tek Abi Ayyub al-Ansari. Do thonë ta pyesin se ishte prej sahabëve të që nga fillim domethënë në Medinë, me e pyet domethënë atë për këtë çështje. Do thonë që me dal prej kësaj mosmarrveshje, mos me qëndru në këtë mosmarrveshje. Es'aluhu an dhalik, ta pyes domethënë për këtë çështje. Fa wajadtuhu yaghtasilu bayna qarnayn wa huwa yastatiru bi thawbin. Kur erdha, thot Abdullah ibn Hunayni rahimahullah, kur erdha te Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, e gjeta domethënë duke u lar, duke bërë dush domethënë, dhe ishte midis dy shtyllave
dhe i kishte rrethu ato 2 shtylla domethënë me një ropë, me një si peshkir ose perdë. Atëherë fasallamtu alej, i dhash selam, faqal men hadha, ai më pyeti kush je ti? Faqultu ana Abdullah ibn Hunain, unë jam domethënë Abdullah djali i Huneinit. Arsalani ilejka Abdullah ibn Abbas, më dërgoi mua tek ti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma të të pyes kejfe kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim, si vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me larjen e kokës kur ishte domethënë në ihram. Atëherë فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. Atëherë e lishoj pak ma poshtë atë perden ose atë petkun e Abu Ayyubit që unë me mja pa kokën domethënë. Atë shumë e lishoj domethënë mes 2 shtyllave kur ishte sa mja pa domethënë kokën. ثم قال لإنسان يصب أصبب. Domethënë atëherë i tha Abu Ayyubi një personit i cili ja hedhte ujtin, me lishu ujë domethënë, fasabba ala rasihi, dhe domethënë i lishoi ujë mbi kokën e tij, thumma harraka ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbar, thumma qala hakadha ra'aytuhu sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Atëherë domethënë me të 2 duart e tij Abu Ayyubi radhiyallahu anhu domethënë e kapi kokën domethënë nga përpara, e çoi mbrapa domethënë edhe e fërkoi domethënë kokën e tij, flokët e tij. Edhe i tha se kështu e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke vepruar. Domethënë ja mësoi si ka vepruar pejgamberi alaihi salatu wasallam kur ka qenë në ihram me larjen e kokës me një vepër. Edhe kjo është domethënë edhe më e fuqishme. Kur ja mëson edhe duke pa domethënë se si e ka zbatuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë e tillë. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith tregon se është obligim, është për detyrë të kthehen njerëzit tek dietarët kur kanë mosmarrveshje. Është detyrë, obligim, wajib të kthehen tek dietarët kur kanë domethënë në mosmarrveshje. Po ashtu tregon ky hadith se lejohet domethënë ai i cili është në gjendje të ihramit me laj domethënë në kokën e tij, dhe kjo domethënë nuk e dëmton ihramin, gjendjen e ihramit. Po ashtu, prej dobive të këtij hadithi thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është se dietari domethënë i përgjigjet pyetjes së pyetësit kur ai e pyet për diçka dhe ai ka dituri, dhe nuk lejohet domethënë me javshehur domethënë atit atë dije. Pastaj hadithi i fundit është an Abdullah ibn Ma'qil radiyallahu anhu قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية. Domethënë thot Abdullah ibn Ma'qil se u ula pran Ka'b ibn Ujra radhiyallahu anhu dhe e pyeta domethënë për çështjen e shlyerjes e fidjes. Faqal nazalat fiha khassatan, ajo ajeti kuranor ka zdrypur për mua në veçanti, wa hiya lakum ammatun, dhe ajo është domethënë e përgjithshme për juve. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاة فقلت لا فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعا. Atëherë thot Ka'b ibn Ujra radhiyallahu anhu, më sollën mua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më sollën mua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa morat më binin nga koka në fytyrë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa në një gjendje të tillë, ka thënë se nuk mendoja domethënë se mundi ose vështirësia ka arritur tek ti domethënë në këtë shkallë.
Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, a ke do një dele për me e therë domethënë? Atëherë ka thënë jo, s'kam. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, agjero 3 ditë, ose me u dhënë ushqim njerëzve të varfër, me u dhënë ushqim 6 njerëzve të varfër, për çdo njeri të varfër gjysma e sajt, domethënë rreth 1 kilogram e gjymës. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith tregon domethënë përfitjes së dëmit. Përfitjes domethënë së dëmit. Dhe kjo është domethënë lidhet me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Do thon mos i ruani kokët tuaja derisa kurbani të arrijë vendin e tij të prerjes. E kush prej jush është i smur ose ka ndonjë shqetësim në kokë, atëherë ka detyrim fidjen, që është agjerim, lëmosh ose kurban. Agjerim ose lëmosh ose domethënë ose kurban. Kjo është domethënë nëse njeriu domethënë i largon domethënë i ruan flokët e tij për shkak do një dëmit që i ndodh domethënë para se ta përfundojnë domethënë në umren ose haxhin e tij. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, keni frikë Allahun subhanahu wa taala sa keni mundësi. Domethënë njeriu nuk garkohet jashtë mundësive së tij. Njeriu domethënë nuk garkohet jashtë mundësive që i ka. Dhe po ashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, domethënë Allahu nuk e ngarkon njeriu tej mundësive së tij. Dhe këshillimi në fund të këtij kapitullit, dhe mjaftojmë me kaq. Kapitulli i radhës është babu hurmati Mekkah wal Medina, kapitulli shenjotëria e Mekës dhe Medinës. Por kjo do vazhdojmë domethënë në mësimin e radhës. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.